shtyt dhe se të qërë më... Ja vë së më kam sa është mikrofoni. Sera. Mirë. Dy skuadra në kërkim të fitores, dy skuadra të cilat vinë me objektiv të njëjtë, marrin 3 pikët. Butrindi për të arritur të ruaj si thua vendin e kryesuesve. Pikërisht është pasi ndodhet vetëm 2 pikë larg Orikumi, ndërsa është në vendin e dytë. Në krahun tjetër është Eagle, skuadra e cila është rindërtuar e gjitha nga e para, me president të ri, me trajner të ri i cili drejtohet nga Gjynek Qutra, me Sushor në rolin e tij. Ndërsa sot në stadiumin e Ndolapa do të përballen me misionin 3 pikët të dy skuadrat do të zbresin pas pak çastesh, por bëhet gati dhe në momente kësa është parë edhe vetë zyrtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit me krye gjyqtarin e kategorisë së parë, Igor Zeneli nga qyteti i Lushjes me 2 asistentët Dionis Mile dhe Maldin Sina, ndërkohë që arbitri 4 një tjetër arbitri i njohur i kategorisë parë Gjirokastri Edvin Latifi, në delegati i këtij takimi nga Gjirokastra, pikërisht Arnel Gozhita, ndërsa vëzhguesi e arbitrave një emër i njohur i kategorisë superiore, dikurshme sot asistent superiore, vëzhgues në rolin e tij të arbitrave, pikërisht Tanush Latifi nga qyteti i Gjirokastrës. Bëhet gati nga momenti në moment dhe për dalë dy skuadrat e kësaj shohim dhe përgatitjet e fundit, është parë një takim miqësor mes 2 trajnerëve, pikërisht Artan Meçani të Butrindit dhe Gjynek Qutra, trajneri të skuadrës së Eagle, ndërsa pjesa e tribunës sindrore është pothuajse e mbushur, e gjitha me një praninë të lartë të tifozëve të 2 skuadrave, ndërsa pritet dhe në këto momente do dalin të 2 skuadra në treshen me kryesorin Igor Zeneli, ndërkohë që do të shohim në daljen e 2 skuadrave vendosjet, ndërkohë do të njohim dhe pas pak me informacione zyrtare të kësaj sfide midis Butrindit dhe Eagle. Butrindi i cili ka ndalë këto momente bëhen gati të 2 skuadra për të zhvendosur në stadiumin Ndolapa, tapetin e vlerë të këtij stadiumi, pikërisht për të luajtur takimin e javës së 15 kategorisë së dytë në grupin B. Tashmë janë dhe përshëndetjet e çastit me tifozërin e pranishme në stadiumin Ndolapa, ndërkohë që informacionet zyrtare janë këto. Ekipi i Butrindit vjen me Ndreca në Portë Emirat, Gjata, Sandi Çulli, Basha, Ekango, Ibrahim, Pius, Avduli, Mario Urkuri, Xilla dhe Diop, ndërkohë që në krahun tjetër, siç thash, trajneri i Butrindit është Artan Meçani, në krahun tjetër Eagle me trajner Gjynek Qutra, vjen me Kaceli në Portë Emirat, Sidera, Hiso, Sundai, është Kalemi, Hyzellari, Leshi, Bikatal, Mangumu, pikërisht Torollari dhe Gidado, trajner edhe një është një emër i njohur i futbollit i kategorisë 2, kategorisë parë, si lojtar, por edhe si trajner, Gjynek Qutra. Gjykon edhe njëherë Igor Zeneli, asistent Dionis Mile dhe Maldin Sina, arbitri 4 është Edvin Latifi, ndërkohë që delegati i këtij takimi është pikërisht Arnel Gozhita nga Gjirokastra, vëzhguesi i arbitrave Tanush Latifi, po nga qyteti i Gjirokastrës. Gati dhe është parë edhe një përshëndetje e 2 kapitenëve, pikërisht numrit 9 Hyzellari, por edhe Sandi Çullit në krahun tjetër për Butrindin. Shihet që skuadra e Eagle është gjitha me të kuqe, me një vit të bardhë, si thuash, në fanellën tyre,
Sa në krahun tjetër Butrindi i gjithi me të verdha panella, ndërsa tutat me të mbarturat me pjesën blu. Do të shohim është kapiteni Hyzellari, Olger Hyzellari, i cili është me 3 kartona të verdh, nëse ndërshkohet sot të mbet ndeshjen e radhës që ekipi i luan përballë Këlqyrës javës tjetër. Niset dhe është pikërisht skuadra e Eagle me topin zotërim. Është numri 23 Torolari, Eugenio Torolari. Lëviz Mjahmir Manguma, lëviz Manguma, fale, e ka marrë Basha. Gjën numrin 18 Diop, ky fundit të 9 gjej një prej shokëve të skuadrës. Ka gjetur në mënyrë gabuar nga topi i cili shkon në rivënë anësore, i takon skuadrës Eagle. Sa do të shihet është Cidera, i cili futbollisti Cidera me numër 4 i skuadrës Eagle. Lëvizim Mjahmir, lojtarët e skuadrës Eagle, e cila drejtohet nga tashmë trajneri Xhenet Çutra. Hyzellari e marrë Mjahmir, futbollisti marrë Mërkuri për Butrindi topi, është pranë vjes anësore, nuk kalon ai top, e ka marrë futbollistët e Eagle. Numri 14 i tyre Bikatal, ndërkohë që ka fituar këtë rivënie anësore skuadra e Butrindit. Është mbrojtësi Elio Gjata, Peçinasi, i cili mbron me ngjyrat e Butrindit. Tjetër rivënie anësore dhe sërish i takon skuadrës Butrindit. Peçinasi, Elio Gjata. E topi në përduar mbrojtësi me numër 2 i Butrindit. Top në drejtim të futbollistit Diop, është Zilla, falin. Ishte Mjahmir Martin Zilla. Dhe rivënie anësore është numri 8 Kalemia, i cili ka fituar. Apo Iso, është mbrojtësi Iso. Pamit e para që vinë drejt për së drejti në dy faqet, KS Butrindi Sarandë, Saranda Web. Largon Ibrahim, e ka marrë Mjahmir, një prej të skuadrës së Eagle. Ka në tjetër afrot numri 7 Sundaj, ka një dërftim me Diop, lëviz Mjahmir. Topi që shkon në mënyrë gabua, largohet nga numri 4 Cidera, ndërkohë që e ka marrë Mjahmir Ibrahim, edhe njëra Zilla, Mjahmir numri 10 të Leshi. Topi gjatë, shkon në drejtim të numrit 25 Guidado, ndërkohë që shohim Guidado ka ndërhyrë dhe ka goditje dënimi i takon skuadrës së Butrindit, që në pozicioni pa rregull, ndoshta i Mjahmir Diop, që si një lojtarës postuar në krah e Kango. Mjahmir Nelson Pius, kthehet topi mbrapa Ibrahim, Sandi Çulli, kapiteni i skuadrës Butrindit në sfidën e sotme. Topi gjatë i Çullit, drejtim gabuar, shkon në duar e portierit Kaceli. Cidera, Mjahmir e ka marrë numri 7 Sundaj, ka topin zotrim pikërisht me sfushori i skuadrës së Eagle, Torolari. Do gjej atje numri 14 Bikatal, por që topi shkon në këmbët e Ibrahimit, i cili e kthen mbrapa tek portieri Kreshnik Ndreca. Sandi Çulli, Ibrahim, e ka marrë Mjahmir atje numri 14 futbollisti Bikatala, goditje që largohet nga ana e futbollistit Ibrahim, e ka nga mundë. Lëviz Mjahmir, dhe tjetër lojtar i cili ka luajtur me ngjyrat e skuadrës së Shkumbinit, është Diop. Ka shmangur Eugenio Torolari, Diop, lëviz Mjahmir është rëzuar dhe do të shohim. Ka vetëm goditje dënimi, thot Riger Zeneli. Ka i këshillim për futbollistin Cidera. Një lëvizje mjaft e mirë e futbollistit Mamadou Diop, ai i cili lëviz Mjahmir dhe pas ndërhyrja e gabuar e Ciderës. Ka goditje dënimi i takon skuadrës Butrindit, atje ku do të jetë sulmuesi Mario Mërkuri. Do të shihet
Që cilë kjo goditje standarte për Kurje. Topi Brazonës shko në shtyllë dytë dhe më pasa goditje e një prej lojtarëve ka qenë Nelson Pius. Apo Diop, ka qenë Diop ai i cili ka godit fluturinti pranë portës Gjirardino Avduli, por nuk arrin të shkojë ai top në kuadratin e portës së portierit Kaceli. Shohim lojtarët e Eagle të cilët kanë topin zotrim. Është numri 15 i tyre pikërisht Mangumu. Ka marrë Kalemi, zotron e Kango, lëviz me mirë Mamadou Diop. Edhe njëra e Kango munde lëviz Brazonës, munde ka shqetësimin e Qiderës, Xilla Brazonës dhe më pas Kaceli e zotron. Nuk arrit të përfitojë skuadra e Butrinit, është portieri Kaceli, ai i cili përfiton këtë top. Do vinjeru në zonë e 5 metrëshit të skuadrës së Eagle. Shohim është Hiso, ai i cili zotron topin mjaft mirë. Kalemi, topi gjatë në drejtim të Sundaj, ka shqetësimin e numri 10 e Kango të Butrindit, por del në drejt saj sigurt, zotron atë top. Dy trajnerët në këmbë në këto minutat para, teksa kujtojmë që më herët ka nisur takimi në stadiumin Arena e Demave, ku luhet minuta e 46 e pjesës së dytë. Partizani B0, Maliqi 1, ka shënuar ekipi i Maliqit me futbollistin Mario Bregu. Ndërkohë që Mërkuri, krosimin në shtyllë e dytë, shohim Diop! Nuk arritë godas Mamadou Diop. Çfarë gafe e futbollistit me numër 18 Diop. Tentoi të bënte një gjysmë rrëveshat, gabon Delhuq, numri 18, duke mos shfrytzuar momentin më të mirë që u shfaq. Luhet në grupin B. Oriku ka realizuar përballë skuadrës së Devollit. Oriku 1, Devolli 0. Ndërsa Shoqëllëciel është edhe njëra e Kango, krosimi në shtyllë e dytë, shkoan del portieri Kaceli e zotron. Mjaft mirë për skuadrën e Eagle. Minuta e 8 luhet e 9 nis në këto momente, 0 Butrindi, 0 Eagle. Basha. Vis mjaft mirë, Sandi Çulli. Ibrahim. Nelson Pius, edhe njerë Ibrahim. Është Basha, topi në përkëmb. Diop, edhe njerë Nelson Pius. Sandi Çulli. Topi gjatë drejtim të Mamadou Diop. Të mund të kthej. Ka dalë jashtë vijave kufizuese tot Riger Zeneli. Topi gjatë i mbrojtësit Qidera, largon momentin e parë Kango munde. Sundaj. Ka lënë topin. Fillimisht u mendua për top dalje jashtë vijave kufizuese. Shohim. Në vend të marrë një prej lojtarëve ishte numri 14. Bikatal. Sundaj. Avduli, Diop. E ul mjaft mirë Martin Xilla. Lojtari i cili shtroi me 11 metrash në kërcyer në atë fitore të javës kaluar me shifrat 1-2. Sa ku luhet minuta e 10, shifrat e barabarta 0-0. Hyzellari, lëviz mjaft mirë Sundaj.
Ka tentuar së ndaj dhe fusi top në zonë e reptësis, por është larguar nga mbrojtësi e Kango. Ai top në goditje nga këndi. Afrohet Eugenio Torolari. Numri 23, skuadrës së Eagle. Që lumë futbolistës në hyrje të zonës së reptësis. Shohem Rosimi në shtyllën e dytë, i gabuar ai krosim. Largon Munde. Top drejtim të Mërkurit. Nga dalë të opi mjaf mirë Mario Mërkurit, nise i kuzun skuadra e Butrinit. Mërkuri largon mjaf mirë. Numri 8 Kalemi, por edhe një Mërkuri ka topin zotrim. Mario Mërkuri shoqëron edhe një numri 8 Kalemi, ka marrë Sarandjoti Mërkuri, rivënia asore i takon Butrinit. Mario Mërkuri e lë për mbrojtësin e krahut djath. Futbollistin Gjata. Lojtar dëmtuar të skuadrës së Eagle. Shkuar me njerë ndihma e stafit mjekësor. Nësa është rritur, ka qenë numri 10 Leshi ai i cili ka ngelur i dëmtuar. Në mendimin e stafit mjekësor është quar, ndërkohë ka rivënia ansore është Elio Gjata. Xilla. Edhe një topi për Mario Mërkurin. Ibrahim ka pretendohet për top të prekur me dorë nga ana e lojtarëve të Butrinit, por lelojnë kryesori Zeneli. Avduli do të shpang mjaft mirë një prej lojtarëve të Eagle. Nelson Pios e kthen topin mbrapa. Është edhe një herë e Kango Munde. Krosimi nga zonës shkon drejtim të Mërkurit, por ka qenë atje futbollisti Hiso, ai i cili ka larguar rivënia ansore. Gjata me topin në përduar. Avduli e ul mjaft mirë. Ka shqetësimin e numrit 6 Hiso. Mërkuri. Krosimi largohet nga ana e numrit 14 Bikatala, ai i cili ka tentuar të largoj topin. Mërkuri, Hiso, edhe një Mario Mërkuri dhe ka vetëm rivënie fundore. Madlin Sina, asistenti dyti i këtij takimi, midis Butrinit dhe Eagle, shifrat e barabarta, 0-0. Qidera, të gjatë në drejtim të Sundaj, largon në Basha, Bikatal, Hyzellari, edhe njëra Sundaj, është në pozicion të rregull, sipas kryesorit Zeneli dhe asistentit Dionis Mile. Rivënia ansore do të kryet nga ana e numrit 23 Eugenio Torolari. Top në drejtim të Bikatal, ka larguar Pius, i cili ka rifituar atë top, edhe një herë ndryshojmë. Top në drejtim të numrit 18 Diop, lëviz mjaft mirë Mamadou Diop. Ka shqetësimin e Torolarit, krosim brenda zonës në shtyllën e dytë, shkon në rivënie fundore në mënyrë të gabuar. Ai krosim i Mamadou Diop. Takon portierit Kaceli të skuadrës Eagle. Qidera. Topi gjati ti në drejtim të numrit 9 të kapitenit Hyzellari.
Avduli ka largojnë top fillimisht, më pas Ibrahim e fiton, ku që nuk arrin futbollisti Gidado. Gjata. Vismja mirë Mërkuri, e fituar Ibrahim, edhe një topi në drejtim të Mario Mërkurit, ka zonë të lirë, nuk ka zë thot gjyqtari Zeneli. Dhe mjaf mirë topi numri të 14 Bikatal. Gjata në drejtim të Sundaj, ka shqecimin e numri 10 e Kango. Sundaj, lëvis mjaf mirë, pra në vjes ansore, Sundaj. Dribloj 3 futbollistë e Butrindit, por nuk ja ka dal Pius. Nuk këtë topin mbrapa, i ka bëri gjë tillë, çon në këmbët e Ibrahim, ky fundit e kthen te kapiteni i skuadrës. Pikërisht Santi Çulli, Gjata, e ka në djathaj top, ka shqecimin e njëri prej futbollistëve të skuadrës së Eagle. Pius, akoma mbrapa, portieri Kreshnik Ndreca me topin në përkëmbë. Basha. Dueli cili është mbërthyer në shifrat e barabarta 0-0. Avduli. Edhe njëherë kapiteni Sandi Çulli, i fundit tendon gjej Kristi Bashën. Bëjnë gjë tillë mjaft mirë. Topi cili kthehet mbrapa. Ibrahim ka një topi cili mund të shkonde në këmbët e futbollistëve të skuadrës Eagle, por arrita përfitonte një prej lojtarëve të Butrindit. Bikatal ka ngjerë dëmtuar. Tjetë edhe njëre Eugenio ka qenë Torollari fillimisht, por më pas Qidera ka çuar ato në hyrje zonës së rretësisë. Ibrahim Avduli ka shqecimin e numrit 10 Leshi, largon pas Mërkuri, top drejtim të Martin Zilla. E ka marrë mjaft mirë numri 13 Nelson Pius. Vis mjaft mirë Nelson Pius, fundi drejt të zonës, më pas gjen në krahun e Majt të futbollistin Diop. Shohem Gabone, ka marrë Eugenio Torollari. Më pas edhe njëra Ibrahim Diop, sërish lojtar të Eagle. Larguar atje futbollisti me numër 5 Ibrahim, në top në rivënie ansore. Rivënie ansore që i takon skuadrës së Eagle është mbrojtësi Eugenio Torollari. Hyzellari ka shqecimin e Kristi Bashës. Avduli Gabone ka marrë edhe një me kokë Torollari, largon Bikatal, pas Ibrahim në drejtim të Zillaj top, e merë në momentin e parë Pius, ka ndryrje rivënie ansore. Sërish futbollisti Torollari. Top drejtim të Sundaj, Kango e zotron, Basha më pas largon në drejtim të numri 10 Leshi. Bikatal largon edhe ka top të prekur me dorë nga numri 8 Kalemi. Goditje dënimi. Ibrahim Sandi Çulli. Basha, fali ishte Gjata. Sandi Çulli, Ibrahim, edhe një Basha. Këtoj mbrapa, Kreshnik Ndreca, nuk gjen lojtar lirë futbollisti Basha. Ibrahim, Kristi Basha. Topi gjatë në drejtim të Zilla. E zëtrua Kalemi, pas Bikatal, edhe njëra Kalemi, do të gjeje numrin 25 Gidado. Topi cili shkon në duart e portierit Ndreca.
nuk arrin asnjëra për skuadrave të çe kuadratin e portës. Hapi Hyzellarit, është pozicion të paregull. Ibrahim. Vis mjaft mirë Gjilardin Avduli, edhe njëri Ibrahim. Ka gjetur atje futbollistin Basha, dy trajnerët në këmbë. Kërko ka gabuar, e ka marrë mjaft mirë Bikatale, vis kraun tjetër, numri 9 Hyzellari, e Kango, e zotron mjaft mirë, gabojnë lojtarët e skuadrës Eagle, dhe sa ka pozicion të paregull. Jo, rivënia Sore. Rivënia Sori takon skuadrës Gerzaneli kërkon rregullsi. Kësa lojtari i cili rrezikon ndeshjen e ardhshme për skuadrën e Eagle është kapiteni dhe sulmuesi i cili disa sezone ka luajtur për ngjyrat e Memaliajt. Është Olger Hyzellari. Shohim, është numri 9 Zilla, gabon në marrja e topi e Kango, pas topi i cili kthehet mbrapa tek portieri Kaceli. Diop. Pius kthehet mbrapa, Kristi Basha. Nelson Pius isha i cili kthehet mbrapa. Edhe një Diop. Kristi Basha. Ibrahim. Ka unë tjetër Qulli. Edhe njëra Ibrahim. Do të gjë një për shokëve të skuadrës. Është më i fortë se sa duhet ai top. Në rivënie ansore. I takon skuadrës e Eagle. Torollari, gjen Bikatal. Leshi. Shko në Hiso. Leshi. Top drejtim të Sondaj, largon e Kango. Nërsa ka dalë në rivënia ansore. Plan zhoni portierit Kreshik Ndreca, largon. Nuk lejon topin dalë në goditje nga këndi. Torollari. Sondaj. Ka shqecimin e numrit 10 e Kango. Ibrahim. Basha. Largon më pas Dado, numri 14 Bikatal. Nuk arrin skuadra Eagle të rrezikoj portën e Butrindit. Hyzellari, goditje më pas e ti numri 9 kapiteni skuadrës së Eagle. Olger Hyzellari, 25 vjeçari. Qulli. Shohim, ka qenë Mërkuri, më pas Gjata. Edhe njerë Sandi Qulli. Don gjetë Gjilardin Avdulin, e ka gjetur, gabon më pas Avduli, por për pak e ka gabuar edhe futbollisti i skuadrës së Eagle, edhe njerë Diop, brenda zonës, Diop, në shtëllën e dytë, nuk arrit të largoj topin, në momentin e pare, ka bërë dytë të shojnë, Gjilardin Avduli, ka zotruar Hiso, qarë ka humbur skuadra e Butrindit mundësi të ardhë për të rrezikuar portën e portierit Kaceli të Eagle, nuk arrin të shkojnë brenda zonës, pasi lojtarët e mbrojtjes së Eagle dhe portierit. Të shohim, Pius, Diop, në vismi Diop brenda zonës, a goditje në duart e portierit Kaceli, e çfarë me skuadra e Butrindit. Një mundësi të pastë për të goditur në drejtim të portës, Mamadou Diop. I dyti rast i cili shkon në zonën e reptësisë, por nuk godasin futbollistët e Butrindit. Ndërkohë Hyzellari dhe ka goditje dënimi në drejtim të Ekangos. E ka një këshillim kryesori i Gerzaneli. Dhe sta i thot se gjithçka
është në kontrolli tim, ka situatën në dorë. E ka, është me 3 kartona kapiteni Olger Yzellari. Ka 3 kartona të verdh dhe 1-4. Do të bëndej që të mos panë në ndeshjen e ardhshme përballë skuadrës Këlqyrës. Dersa kërkon shohim Topi gjatë drejtim të Xilla brenda zonës. Aty Xilla e goditje e leta është në duar e Kacelit. Portieri i skuadrës Eagle Mangumu. Shoje Avduli ka fituar këtë goditje dënimi. Edhe një Gjihadin Avduli për e ka marrë tar të Eagle. Pas është e goditje e cila shkon e qetë në duar e portierit Kaceli. Shojnë dhe rezultatet e ndeshjeve të tjera. E kësa luhet Delvina Udhesh në Peqin përballë Shkumbinit Vendas. Maliqi ka shënuar golin e dytë dhe Udhesh përballë Partizanit bë me shifrat 1-2, ndërkohë që ka gabuar pak më parë skuadra e Eagle. Shojmë e marë Mërkuri, është zuar, ka godit dënimi, ka shkaktuar futbollisti Leshi. Maliqi Udhesh përballë Partizanit bën me shifrat 1-2 dhe Oriku ka shënuar golin e dytë përballë skuadrës së Devollit 2-0. Ndeshja në stadiumin Oriku. Ndërsa, si që thash, Delvina bën surprizën në stadiumin Shkumbini dhe Kalemi ka karton të verdh për numrin 8. Futbollistin Kalemi. Realizuar për skuadrën e Delvinës Kledi Nikola. Sa Mërkuri Simi është i lartë në zonën e reptësisë. Në shtyllën e dytë shkoi Gosim për Sundaj. Ka shqetësimin e Diop Torollari. Eugenio Torollari. Minuta e 28 e takimit. Butrindi 0 dhe skuadra e Eagle 0. Qulli gjenë krahun e djathtë, mjaft mirë Elio Gjatën. Edhe njërë Santi Qulli. Abduli mjaft mirë Santi Qulli, që shka në kontrolin e mbrojtjes. Kjo e topi cili mund të shkone rrezikshëm në zonën e skuadrës Eagle. Por numri 4 Mangumu largon atë top. Është rivënia ansore. Xilla ka zonë lirë, gjenë mjaft mirë i prioritarë. Shohim grosimi i Gjatës në shtyllën e dytë, është në pozicion të pa rregullt. Elio Gjata më i avancuar se sa duhet. Mbrojtësi i cili s'postohet herë pas here vendim të sulmit, e ka bërë një gjë të tillë, por është zënë në pozicion pa rregullt nga asistenti Maldin Sina. Treshe e kryesuar nga Lusha Riger Zaneli, i cili ka asistent Dionis Mile dhe Maldin Sina, arbitri 4 Gjiro Kastriti Edvin Latifi.
Çulli. Top i fortë në zonë e cila është e boshatisur. Sa lojtarët e skuadrës Eagle largojnë. Torollari, Ibrahim, Hyzellari, largon Sandi Çulli, gjata më pas, tenton në këtejtovi pas, është Sundaj, brenda zonës, dhe jashtë saj pikërisht në kërkosimin në shtyllën e dytë, gjata ishte disi më larg nga sa Basha në krahun tjetër. Ka larguar në goditje nga këndi, Kristi Basha ka prekur atë top me kokë duke larguar. Do të afrohet Eugenio Torollari, ai i cili do të harkoj nga flamuri i këndit. Në skemi ngjashme kjo skuadrës e Eagle. Sa ka një rëzim brenda zonës së rreptësisë, largohet nga gjata. Ishte Basha, më falni. Sa edhe njëherë është në pozicion të paregull, bikatal. Për minuta të tëra në këmbë dy trajnerët, Qutra dhe Meçani. Sandi Çulli gjen Mario Mërkurin, edhe njëherë Çulli. Topi gjatë në drejtim të Xilla, ndërkohë ka pozicion pa rregull i Xilla, apo është topi prekur me dorë. Sa duket se sinjalizimi ka qenë për top të prekur me dorë. Na këndo. Shohim ka qenë Kango pas Pius. Torollari largon më pas Leshi, ka zotruar kapiteni Olger Hyzellari, largon Ibrahim, por edhe më pas e Kango, cila është zuar top në drejtim të Mario Mërkurit, ka shqetimin e mbrojtësit Hiso. Është me forë si sa shduat ai Pius. Gjen këmbët e portin Kaceli. E Kango zotron edhe njerë. Torollari nuk arrin ta zotroj, është e Kango, ishte Djopa i cili e ktheu topin pas. Basha, Sandi Çulli, top i cili largohet nga Mangumo. Gjata në krahun tjetër. Ka zonë të lirë numri 9 Xilla, lëviz mjaft mirë Xilla. Pas topi largohet nga këmbët e tij dhe shkon në drejtim të lojtarëve të skuadrës. Nga marrë mjaft mirë Gjardino Abduli, skuadrës së Eagle. Ishte pikërisht Mërkuri. E njerë Mario Mërkuri, pritet krosimi i tij. Është futbollisti i Hiso, i cili largon në goditje nga këndi Mario Mërkuri. As nuk pason, as nuk gjuan. Një pozicion larg kuadratit dhe larg portës Eagle. Teksa është vetë pranë flamurit të këndit për të harkuar në zonë e rreptësisë. Topi gjatë shkon dhe largohet sërish nga ka qenë Bikatal ose Guidado. Ka qenë Guidado ai i cili ka larguar. Topi gjatë në drejtim të Martin Xilla, në zonës Torollari, Diop. Visë mjaft mirë, largohet nga Guidado, rivënë ansore. Largohen mjaft mirë një prej lojtarëve të Eagle. Pas e përfitojnë skuadra e Butrindit. Pius, Ibrahim, Basha, Sandi Çulli. Edhe një Nelson Pius, i këtë topi nga këmbët, e ka marrë numri 14
Bika Tal, por topi shkon në duart e portierit Dreca. Topi gjatë në drejtim të Xilla, largon Mangumo. Avduli ka godit dënimi, e ka shkaktuar numri 10 Leshi. Sandi Çulli, që Ibrahima i cili nisi topin. Gjata. Sandi Çulli. Dreca, topi gjatë. Për mënyrë të gabuar, pasi Mangumu largon. Gidado. Leshi. Të topi mbrapa. Diku është Mangumu. Edhe njëra Diop në finansore. Finansore thotë Miguel Zaneli. Avduli Gon më pas Pius në drejtim të futbollistit Mario Mërkuri, ka shqetësimin e mbrojtësit Hiso. E një Mërkuri, por Hiso përfiton duke mbrojtur topin i cili shkon në rivën anësore. Minuta e 38 e pjesës së parë, 0 Butrindi, 0 Eagle. 7 minuta nga fundi i kohës së rregullt, 45 minutë të pjesës së parë. Nuk ka ndryshim rezultati. Bika Tal largon Hiso për mënyrë gabuar. Sandi Çulli, top drejtim të Xilla. E ulë futbollisti Mangumu. Apo ishte Çidera, mbrojtësi 4 me numër 4. Çidera. Topa i cili shkon në drejtim të sulmuesit Gidado, i cili ka zonë të lirë më pas Hyzellari. Gidado ka larguar në drejtim të Martin Xilla. Ibrahim ka top të prekur me dorë nga ana e Bika Tal. Xilla ka bon Gidado dhe Avduli ndryshem me styre, fiton Gilardino Avduli. Pius gjen futbollistin Gjata. Elio Gjata. Sandi Çulli, edhe njëherë Nelson Pius gabon, do marrë sërish topin ekimi Butrindit. Torollari, për paksa nuk gabon, e ka marrë Bika Tal, edhe një Torollari, top drejtim të Olger Hyzellarit. Largon Ibrahim. Sërish Eugenio Torollari, Çulli, Avduli, nuk e mbrira top, është më i lartë se sa futbollisti Avduli. Mërkuri ka shqetësimin e mbrojtësit Hiso. Ka rivën anësore, i takon Butrindit. Shojmë është numri 14, Bika Tal ka shqetësimin e Gilardino Avdulit. Xilla ka goditë dënimi. Mangumu, ai i cili e shkakton Mërkuri.
Shojmë Gësimi, largohet nga Qidera, pas Ibrahim, goditje në rivënje fundore për pranë aksionit edhe asistenti Sino. Qati në ngumu, Bika Tal, ka goditje dënimi, dhe sa ka karton verdh, në numrit 14, Bika Tal. Minuta e 42. 2 kartonët verdh i takojnë skuadrës së Eagle. Kalemi, por edhe Bika Tal. Ibrahim, Nelson Pjoz, tetovi mbrapa, Santi Çulli. Shoj, lëviz Mehmet Zilla, tetovi mbrapa, Gjilardin Avduli. Po mbrapa, Basha, Gjilardin Avduli. Edhe njëra e Kango Munde, ka bojnë është Kalemi, Nelson Pjoz, ka më të tonë Pizellari e Kango, ka më mjë mirë Kalemi, ka bojnë topi cili shkojnë në këmbët e Mario Mërkuri, të visë mjë mirë Mario Mërkuri, ka mbrojtësin iso për balë, e njërë Mërkuri, ku të zone refësisa, goditje, nërgojt nga Mangumu, ngere në gjusë të mbushën e skuadrës së Eagle. Gjata. Van brava, Sandi Çulli. Don të gëstoj pikërisht Çulli, por ka qenë një prej lojtarëve. Ka qenë më pas numri 10 e Kango. Çulli. E njerë Sandi Çulli, topi cili do të shkoj në këmbët e Mërkurit. Kalemi. Basha, është numri 6 Hiso, ka 2 lojtarë të dëmtuar. Shoj nëse ka qenë Avduli për skuadrën e Butrindit. Shpikërisht shu Gjilardin Avduli dhe mbrojtësi Hiso i Eagle. Sa nga moment për të dalë dhe koha shtes nga nga gjyqtarit 4. Ishtë shojmë çfarë cilë është Kalemi, ka i cili do të kësoj apo do të godas, është distancë diku të 32 metra, goditje disi ballore, por është Torolari, goditje shkon mbi traun e portës, Eugenio Torolari. Fare për shtyllës transversale. Dërsa shqetë në këto momente se sa do tjetë koha shtes nga në Edvin Latifit, gjyqtarit 4. Dërsa dhe shojmë Diop në kam tjetër, Alfred Branzons, të shojmë Mamadou Diop, edhe njerë Zilla, goditje! Realizon! Martin Zilla! Se kakën kjo! është aksion fantastik, ishte numri 18 Diop, a i cili asiston, dhe Zilla, goditje qëndrore, por e pakapshme për portierin me numër 12 skuadrës Eagle. Ka celi, nuk ka se çfarë t'i bëj, pikërisht. Goditje spektakolare, goditje ballore, por e fort. Ajo e djathtë Martin Zilla. Nuk ka se çfarë t'i bëj. Portieri ka celi, të shtangur, skuadra e Eagle. Dësa ende nuk është pak koha shtes.
Butrindi shënon këtë fund të pjesës së parë, janë 2 të tilla, 2 minuta me autor Martin Zilla. 2 minuta shtesë. Gara e Edvin Latifit ka nisur nga qendra e mesit të fushës për herë të dytë. Mangumu do ta kthej pas. Portieri Kaceli. Sa ka bon Mërkuri. Azores Mërkuri! Realizon golin e dytë. Mario Mërkuri! Spektakël është arku gol të 1 minutë. Realizon dy gola. Mario Mërkuri! 2-0 shifrat, çfarë gave portierit Kaceli, i cili nuk arrit të shtyt topin larg se sa zona ku ishin lojtarët e Butrindit. Mërkuri mjaft në krahun e djathtë. Ajo goditje që shkon drejt në fundin e rjetës, shmang një prej lojtarëve të skuadrës së Eagle. Goditja në fund shkon drejt në fundin e rjetës në minutën e parë shtesë. 45+1 golat e skuadrës së Butrindit. 2-0 shifrat. Butrindi ruan hapin e skuadrës kryesuese të Orikut. Ndërsa pritet dhe sinjalizimi i Gerzenelit për fundin e pjesës së parë. Ndërsa do të zgjasë pak sekonda. Gjerino Abduli e ka marrë Zilla. Autori gol të parë Martin Zilla. Pius Mërkuri. Edhe era Gjata. Zajra goditje Elio Gjatës. Njëri vënë fundore shkon Elio Gjata. Një prerje vërtet e futbollistit Peqinas. 2 Butrindi 0 skuadra Eagle. Kujtojmë golat. Në minutën e 45 Martin Zilla, një goditje pa kapshme për portierin Kaceli. Dhe më pas Mario Mërkuri në minutën e parë shtesë. Ka rivënë ansore i takon Eagle. Dërsa gati dhe sinjalizimi i gjyqtarit Blushar Ri Gerzeneli. Shifrat 2 Butrindi 0 Eagle. Që goditje nga këndi, pas portieri Ndreca shpëton top dhe ka mbilur këtu në këto momente kon shtesë për 2 minutash dhe gjithë pjesën e parë. Butrindi 2, Eagle 0. Kujtojmë golat, minutën 45 Zilla dhe minutën 45+1 Mario Mërkuri. Japin fund pjesës së parë. Pas 10-15 minutash pushim, rikthehemi sërish për pjesën e dytë.